Tashmë jemi tek kalaja e Pragës, e cila është në pikën më të lartë pra mbi qytetin e Pragës. Është një nga vendet që vizitohet më së shumti nga të gjithë turistët, e ne patjetër që kemi ardhur këtu, pra i ka 1000 shkallë për të ngjitur deri këtu. Në këtë kala pra përfshin institucione të shumta, por gjithashtu e ka selin edhe presidenti i Republikës Çeke. Në këtë kala është pra katedralja e Shën Vitit, pallati mbretëror i vjetër, bazilika e Shën Gjergjit, rrugica e Artë, kulla e Daliborka dhe shumë ndërtesa të shumta. Kalaja e Pragës është zgjeruar gjatë shekujve nga mbretër, perandor dhe presidentë të ndryshëm.